Të qëndrosh human në kohën e inteligjencave artificiale ishte konferenca shkencore në seminarin ndërdiocezan Nëna e Këshillit të Mirë që bëri bashk studiues, pedagog dhe të rinj për të diskutuar mbi ndikimin e inteligjencës artificiale në jetën e përditshme dhe sfidat që ajo sjell për shoqërinë moderne. I ftuari kryesor Fabio Pasqualetti, docent i teorive sociale të komunikimit dhe dekan në Universitetin Papnor Salesian në Rom, thekson se inteligjenca artificiale është një instrument shumë i dobishëm, por paralajmëron për rrezikun e keqpërdorimit të saj, sidomos tek të rinjt. Qëllimi kryesor është të flasim mbi mënyrën e funksionimit të inteligjencës artificiale dhe si ajo implementohet në panoramën e përditshme të njerëzit. Inteligjenca artificiale është një instrument shumë i dobishëm, por ajo çfarë po vëmë re është keqpërdorimi i saj. Për ne është tepër e rëndësishme të vendosim një marrëdhënie që nuk na bën skllëvër të saj, dhe mbi të gjitha tek moshat e reja, ku ka një përdorim më të madh. Kemi dashur të japim nga pikpamja profesionale ato që është impakti edhe kujdesi. Domethënë rëndësinë që ka përdorimit, por nga ana tjetër edhe njohja më në thellësi të elementit të inteligjencës artificiale për bërjen e saj. Konferenca u shoqërua me diskutime që u fokusuan tek përdorimi gjithnjë më i madh i inteligjencës artificiale në komunikim, arsim dhe rrjete sociale.